أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله نزل فلندرن صلوات والسلامة pejgamberit عليه الصلاة والسلام e dërgojmë. Nësë Allah që të na bëjtë sinqert në veprat, në fjalët dhe në të gjë që buran dhe del prej neve. Allahumma amin. Të dashur vëllezër, jemi në dersët e serisë se si një besimtar duhet të jetë i formuar drejt sakt, edhe kemi mritë te 8 nëse zgabajtë dersi 8, se si besimtari duhet ta ruaj gjuhën e tij. Pra, pse kemi përzgjedhur thënë sinqerisht, domethënë sot me pa një besimtar që duhet tamam, është problem me e gjetë që se ka gjuhën e gatë. Mas paku që s'mujmë na me bo, është spaku mës me fol. A vëdim? I kemi 3 kategori. Kategoria parë është me fol keq, ma keqe kjo. Kategoria e dytë është mës me fol hiç, as mirë as keq. Edhe kategoria e mirë është me fol mirë. Na çka bëjmë? Nëse s'mundemi me fol mirë, bile s'paku mës me fol keq, me hesht. Edhe kjo heshtja jonë, s'paku neve me na shpëtu nga fitnia, nga sprova. Mës me na shtin gjëna. Kemi kategori, kemi raste, kur heshtja nuk bën. Dush paqare me fol, s'po makona, po tutëm, ko e di qka. Po je sprovu, edhe dush me fol, e keni një muhabet, e keni një laf, edhe dush më konë të shpitar. Edhe, jo Allah, s'po përzije, më në ma mirë, mas më përzini mu, jo, ti e keni muhabetin, ti e dëshmitar, mund me më kushtu, po tash s'provasht. A ik besimtarin nga drejta nuk ik. Duhet me thonë të vërtetën, por, gjeja këshilla ma mirë që për ata të cilët, në kohë turbullinash, është që nëse nuk mund me arrit të vërteta për me fol të vërtetën, hesht mos e fol të pa vërtetën, deri të sqarësh situatën. Njerëzit, një prej gjihadit më të madh kësaj kohe, është që besimtarët me rujt gjuhën e tyne, mos përane për sprovat e të folurit, dhe mas keqe që mund më vjen ranë, kur ullet në tavolin njëre dhe të thot, hoxha, lusallan që s'po bën, thot, inshallah s'jem të bo gjëna, ose inshallah Zotit s'ma merë për të madhe, ama filoni qështu dhe janis. Do më thonë, e thot në fillim, inshallah Zotit s'ma zem për të madhe. Që i bjen? Qëka i bjen? I bjen që, po ti jetë ditë që jetë të bo gibet, që jetë të marë për gojë, ti jetë ditë që jetë të folë gjëna, pse po folë? Vete thot, inshallah Zotit s'ma zem për të madhe, pse mës me ta zem për të madhe? Kur ti jetë e bo gjënahin, ti jetë ditë që jetë të folë keq. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet fjalë të mira ose le të hesht. Pra, ajo bindja, tash po e sqarojmë pak një keq kuptim, që bën me thonë ata, po na po dojmë me mri synimin më të lartë se sa çaja. Kanë thonë njerëzit një fjalë të urtë, nëse të folurit është nga argjendi, heshtja është nga ari. Po kjo fetarisht nuk qëndron. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë kush beson Allahun dhe ditën e kiametit, le të hesht. S'ka thonë, po ka thonë, le të fol hajër ose le të hesht. Do të thonë, nëse heshtja është prej argjendit, atëherë të folurit e hajrit është prej arit. Nëse ki me fol diçka hajër, ma mirë është me fol se sa me hesht. Ama nëse s'ki me fol diçka të mirë, atëherë kalon të opsioni B. Çka bën? Shun. Kush i beson Allahut edhe ditës kiametit, sot u ditë me fol hajër, çka me bo Allah? Ti duhesh me shujt. Mas epshit
në organin gjenital, kërkoj falje për këtë shprehje. Epshi më i madh që është sprovu insani është gjumha. Zatën edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë hadithin e saktë, kush ma garanton moralin, ma konkret organin gjenital, edhe kush ma garanton, nga moraliteti, edhe kush ma garanton gjuhën nga të folurit pa vend, ja garantojnë gjenetin. Pse të dyjat ka përmend? Të dyjat kanë bënë me epshin. A ke pa kur të vlën barkit, vlën, s'munësh pa folë. Jetë e di që të bo gjena, jetë e di që zban, ama të vlën, Allah, sa i shejtani, që të rallelun edhe, pam. Kështu që, qenë ka e lidhur edhe kjo me epshin. Edhin Muadh ibn Jabali, kur e ka pytë Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a do të dënohemi edhe për ata që flasin, sepse njerëzit mendojnë ka herë, se hajtë se s'ka gajle me folë, zbanë namin, a dini që me një fjalë të cilës ti nuk ja dhe menën, ndodhë që ta prishësh një familje, pashallajnë po, pashallajnë, janë gjendje fjalë të këqia me prish familje. Për shembull, na kemi rast kur dikush i ka thonë një gruas saktume, ka thonë ti s'e kanë për këta, ti e kanë për një zotni tjetër, edhe aso i ka një vetën qef. S'm kanë unë për ty. Ka livdu filoni fisteke, ka ndodhë kënë, ka raste, sidomos ma përpara. Edhe, i ka një vetën qef. Ka rast kur ja kanë prish punëtorin njerët, gruan edhe punëtorin. Ao, sa po punoj këte, sa po të pagun që ka që jo, më konë si të sëri, ti du të me t'i pagu që kaq. Edhe ti ka një vetë janë qef. Ka venu që për një meq ashtu. Edhe nëse do t'ishte e vërtet, ti nuk guxon me prish, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, inna ar-rajul, vërtet njeri, la yatakalamu bi kalima, flet një fjalë, la yulqi laha bal, që nuk mendon që është e rëndësishme shumë. Bandon me ta, shkon 70 pranvera të poshtë në xhehenem. Dëmban Allah, prish familje, prish njerëz, prish kompani, shoqëri, punëtor, shef. Besimtari duhet më konë i nalën. Sidomos një prej sfidave është kur nuk di për çatë temë, kur është situata trubullt. Çka duhet me bën situata trubulltar? Çfarë mendoni? Me prit derisa uji të qetësohet. Uji, ka rani shi i madh, është mush një rek me ujë e madh, edhe nuk e din te që nga thonë ples, mos hyn ujë nëse nuk e shet sa thellë, le të pastrohet. E shetën e. Në qëka argumentojmë këta që kur janë situatat e trubullta, na mos me folë se mundi me ranë sprovë, me rastin e Ebu Bekr Siddiqut, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, o që unë sabadi u ka kalzu, ka shku të qabja, edhe kanë shku mushrikët e Mekës, ka thonë, o Muhammed, sadakine i lajnë për neve? Ka thonë, po. E ka bajt gajle pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ditë që ata kanë me bëha njërë. Çfarë lajme? Ka prami më konë në Aksa, në gjamin Aksa, pja aty ku më shku në qelën e 7, kështu. Parlamentët që të e priqin ata. E ke po këtë presin, ndë njerë që të dojnë të mirën. Këtë presin ku përshasish ti. Ku përshasish. Edhe me të qunë gjëhenem. Faja gjetën momentin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E baj kë gajle. Tha për një me, tha po, Allah. Për një me, po. Tha a dëshman para njerëzve. Allah e kishë obligu me dëshmu. Thanë, ta shfrytëzojmë rastin për me e pa logjikshme, me i thy disa besimtarë. Në kokë, apo në kryet të besimtarëve ishte Ebu Bekri. Nëse thejmë Ebu Bekrin, kemi thy kretë mas ti. Çka banë shkun me të shpejt të Ebu Bekri, nuk e lanë më artë të pejgamberi alayhi salatu wasalam se Ebu Bekri ka qenë, edhe i ka besu shumë, edhe ka qenë i but
që sipas tyne nëse vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dhimbët Ebu Bekrit, i dhimbët Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe Ebu Bekri edhe nëse nuk e beson, hatri që po i dhimbët shoku i vet, hesht ja pranon si. Andaj të japim një shtyne na pi anash që mos japim shansën më artë te pejgamberi alayhi salatu wasalam me ngu prej tij. Shkon te Ebu Bekri i than, a keni çka po pretendon shoku yt? Tha Ebu Bekri, çfarë po pretendon ai? Tha po pretendon se pran natën, për një natë, në natës, ka shku deri në Aksa, që duhet një muaj me udhtu, edhe ka shku pastaj në gjellën e 7 atje, edhe i ka pap kretë pejgambert, o shfal me ta, edhe o këthy prap më rana natës. Tash ishte uji, trubullt. Situata e pasqarume. Çka bën Ebu Bekri? A mu i keme thonë Ebu Bekri, a i s'kona mirë, a i kështu, a i ashtu, me folë në i fjallë e cila ma vonë i kushton. Çfarë tha? Lypi mos qaru situata. Tha, a e ka thonë ai? A është të vërtet që e ka thonë ai? Thanë po. A jeni të sigur? Tha po. E tha, nëse e ka thonë, shikone, nëse e ka thonë ai, kur nuk rëshet besimtari. Pra dhe me thonë, unë hala se kom vërtetu, po më duket mu hala të rubut situata, por unë kam besim të shoku jam, sa nëse e ka thonë ai, unë i besoj. Sepse unë po i besoj gjërave ma të rëndësishme. Se sa kjo, pse mos i besoj kësaj, po i besoj që po i zbret shpallë e prej qiellit, që është ma rëndësishme se sa një udhtim, thjesht një natë. Edhe kështu nuk rëshiti. Pra nuk foli fjalë, po e rujti gjuhën në situata të dashur vëllezër, në të cilat është e trubullt situata, gjendja. Ti besimtarin duhesh me pas, në Islam muslimanët janë udul, janë besnik. Çdo kush që ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, na në Islam themi është i besueshëm. Prandaj edhe çdo kujt që është besimtar i ham të therurat e tij. Apo kafshët që i therë lokën, delën, dashën. I ham. Se është i drejtë. Përveç në shkencat e hadithit nuk vlen ky rregull. Në shkencat e hadithit çdo transmetues i haditheve është i dyshimt me pikpyetje deri të vërtetohet besnikëria, saktësia e tij. Jo për mi akuzu transmetuesit, po për me rujt sunetin. Jo çdo kujt e ka marrë me të parën. Prandaj na një vëlla musliman të cilin e njohim edhe e dim, nuk na lejohet neve me fol keq për ta, se në origjina është besnik. S'na lejohet nëse situata është e trubullt, ke nitit diçka për ta, për pa u sqaru raste. Kemi pasaj rastin tjetër të rujtjes gjuhës. Është rasti kur shpifet për Aishën radhiyallahu anha edhe moralin e saj, ku munafiqët e nxitën në shpifje, kënca ajo ka bërë moralitet e tjerë. Edhe Aisha një fatni, pastaj mor vesh edhe nga mërzia e madhe ranë shtrat, smut ra. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u mërzit edhe rrinte në xhami i vetmum. Është akuzu gruaja e tij. Për çka? Jo për moral. Edhe priste me aboni zgjidhje Allahu. Në këtë situatë, pra rujtja e gjuhës, ranë disa besimtarë në sprovë. Njëri prej tyre Mistah, quhej, sahabi. Edhe dikush ishte ky ishte çaj burr që i varfër, i ngrat, që Ebu Bekri pa thamune tanë jetën e kishë rujt. Tanë jetën e kishë rujt. Ebu Bekri po e ruan ai, po shpif për vajzën e Ebu Bekrit. Aisha ra në shtrat, shkoj pejgamberi alayhi salatu wasalam me vizitu, edhe me qetësu, dhe kthej shpinën tha, nuk mundëm as me ty me folë, vetëm me Allah. Ke parasysh një grua e ndershme, një grua e zgjedhur nga qielli 7,
për të bën bashkëshortja Muhamedit alayhi salatu wasalam që Allahu e kishte zgjedh, e ka martuar Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Aisha. Që me thonë si mësita, që me thonë në tash, nëse guxojmë me thonë kështu, ka qenë Allahu për martesën e Aishës. Se ka qenë gjallë Aisha, ma dashura për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë kjo, kurse prej burrave baba i saj Abu Bekri. Tash për çeta më dashur me pejgamberin alayhi salatu wasalam për bashkëshortën e tij me shpif moral, është diçka shumë e madhe. Tash normal që ajo ran, mos thon tash në depresion, veç me Zotin do kemë ne, do kemë fol me kërkan. E njëri prej tyre Mistahi ran sprovë, ishte ujë turbut, edhe pse e qartë ishte që Aisha s'ka bën diçka tillë, por ishte situata, fillimi i çdo situate është. Manen men 50 ditët e para, njërë janë 30 ditët e para, pastaj 50 tjera janë koha e shkundjes, shkundët njëri. Për çdo sen, për çdo shpifje, për çdo asje. Ku e marrim këta? Treshën e marrim të jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, nëse i dhënohen dy besimtarë, më i miri për nuk i lejo dy besimtarë me nejtë të ndënu ma shumë se 3 ditë, përveç, domethënë ma shumë se 3 ditë, më i miri për tyre është ai i cili janë i pari mi fol me selam, 3 ditë. Ban 3 ditë a veden me që është anë i ditë qetësohesh. Kjo 50-qa e marrim prej rastit të Ka'b ibn Malikut. Ka'b ibn Maliku në surën Teube ju ngushtu dyja edhe çka ka në ta, sepse e tha të vërtetën. E vërteta kushton. Se sa është tema për të vërtetën, është tema për domethënë për rrugën e gjuhës. E vërteta kushton. Por Ka'bi tha më mirë po balla që mësot çka i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ko marr në luftë se thjesht. Apo hasat nesër e lash për asgjë, shkon ditët. Edhe Allahu xhallahu shanu e la nuk ja pranoi. E çka bën ke Ka'bi si fol ke kërkush. 50 ditë u ngushtu. Prandaj çdo sprovë, e nuk është e shtinën Ka'bin në të kategorinë sa thoj ke Ka'bi, thoj ke a thoj janë të besu që janë muslimana, jo, mos më kanë zërë për imanit. Dikush, albete, si ifshin selam, shkon të jupte selam njerëzve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kështu këtë tinza mos pejgamberi pilun bust. Kështu, mos pilun bust. Se nëse silun bust, nëse se këtën selamin ku për mu janë bon qafer. Edhe kishin njerëz të cilët e shfrytëzonin me rjep Ka'bin. Munafik, me rjep. Në këto situata, pas 50 ditë çka u bën? Një me ishte vështirë fillimi, po çka? Deri në kiamet historia e Ka'bit në Kur'an është e shkruar. Në Kur'an. Edhe ai domethën kaloi e drejta, e vërteta del në shesh. Ma mirë mu ballafaqu në fillim. E kush se rujti gjuhën, rapi provimit. Rapi provimit. Në situatat të, pra imi të folë vllazën që ose folish mirë, kur e nëni dikan, situata është e dyshim, mos fol derisa të sqarohesh. Unë mendoj se një njeri me cilin ti falesh me një xhami, i thu vëlla musliman, i ke dhënë selam, të ka dhënë selam, i ke pi një kafe me ta, unë mendoj që nëse ndodh një dyshim rreth ti, mendoj se mas paku, e ki obligim, lillah për Allah, që mos me lëshu gjuhën deri sa ti për të shansa me u taku me ta. Sa raste kemi na, kur i kemi paragjiku, unë për nisëm prej vetës teme, i kemi paragjiku njerëzit, kemi full për ta, dhe kur kemi nejt me ta dhe ne i kanë sqaru situatat, pasha Allahun Gjelleshanu, unë kam ndoshta 2-3 raste, që më ka ardhur marrë pi vetës teme, pse kum paragjiku? Tash ti mund me m'akuzu mu o gjallë, pa dhone që kum ka bu, krejt ka bu. Në situatat caktume, ose në 7 moshë caktume, kër i ke pas 20 vjetër, 18, 22 vjetër. Se dikur njeri të asin të pjeku, se të qetësu, të stabilizu se mosha, pak e bën vetën. Andaj, nëse s'munesh me fol mirë, atër bine mos fol keq, deri së qarot situata.
Edhe kundërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha në hadithin një fjalë thotë 70 vjet që kanë xhenem të poshtë, e kundërta me fol një fjalë të mirë. Allahu xhaleshan në ngrit në grada të larta 70 vite për jetë. Ama çfarë fjalë keq edhe të mirë? Nuk është në rëndësi fjala sa është. E rëndësishme është që ai nuk i kushton rëndësi elshon Allah fjalën Allah pe gjuhë. Sa damin ban me ta nuk janin hiç. Edhe kundërta, nëse fol një fjalë që s'e ka marrë mendja që ka mu bë çka do bëshme, sa me ta shkon shumë nalt në xhenet. Imam Ebu Hanifës i ka thonë njonin pazar, pa njoft, pa ditë kërkush kurs, nuk është mësuar me atij person, i ka thonë, çka bën ti? Në për pazar, ka thonë shkoj poshtë nalt. Jo, në xhamia shkon. Tha jo, për çka? Tha shkoj mu falë, edhe në si fëmijë. Jo, tha mu falë. Ajo po se po. Dush me shku, tha në xhami, me ngu derë se me mësu se ti je i meqëm. Je, mashallah. Shko tha në xhami me ngu derë se. Opa, i lindi ideja Ebu Hanifës u bo djetarë, që një fjallë. Sa dhia, që u përmenë sëtë që këshamull tash pimeje, ju e ndëgjut, ati i shkon se vapin asa di me amin. Aj nuk e ka thonë pale me qfarë. Ka thonë një fjallë shumë thjesht, po që ka po dobi një metë. Imam Bukhariu, kur ka qenë fëmi, Ishaq ibn Rahuja për Rahawejhi, mësusi vetë, një prej ulemat në lajtë hadithet, ty mësu në zasat, e Imam Bukhariu aty i vogël fëmi, ka thonë, si kur dikush të dilte prej jush, edhe ti ndanë të hadithet e saktat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga hadithet e dobta. Imam Bukhariu drang i piqet të ndronë. Kur rritët Imam Bukhariu, e merë edhe e bën këtë projekt që ja kishë dhënë si ide, mësuesi vetë. Shikoj një fjalë, sot Sahihu i Bukhariut është libri më i saktë në botë i shkruar domethënë nga dora e njerit, ose libri i dytë mas Kuranit. Është libri më shumë i komentuar në botë mas Kuranit. Libri më që të bën mundi krenar mas Kuranit, Sahihu i Bukhariut. Për një fjalë goje, Allahu xhaleshanu ka dashur. Prandaj ruje gjuhën, mos fol keq, po fol mirë. Motivo. A din që ka herë dhe mos mi bon. Mos me bon. Qatë fjalë që ke thonë mos me realizu ti. Ma mirë fole. S'po thonë me rajt. Po e drejë një shemë. Kur kam qenë në shkollë fillore, mësoja të hoxha, rahmetullahi alej, më dha rahma, Allah më shëraf. Edhe më pa dikush që po mësoj mirë, po më nëvohëm në atë temën, nuk i kisha kushtet. Edhe në xhami më tha, veç mëso tha se, sa të muj tha deri, ta kryen kretë, ma në fund që s'ka ma, unë tha kam me të shkollu. Edhe unë motivohë, klas 6, 7, 8 vjetë në të kohë. Taman unë motivova do më dhanë që me vazhdu se kushtet e dopta bënë mirë se filani më ka thonë kështu. Mas 3 vjetë e mora motivin taman do më dhanë i pathyshëm. A ju të rëq, a se qeli atë muhabet, po motivi me të unë, me vazhdu vetë rrugtimin. Normal, ka doshtë Allahu xhaleshanu që mësë mjallon në ati një pjesë se vapit ndoshta, thonë se pale u koni sinqer. Ama që një fjale ka thonë, alhamdulillah. A jam pishman unë ose a i ve faj, jo bre, Allah më shëraf, ka vdek. Allah më s'ka gale, më ka motivu. Alhamdulillah, Allah është përbleft. Një fjallë të mirë. Pa mirë me pas majtë, pa, s'ka problem. Ja këna falë. Ndaj vllazën, unë po e trajtoj ma shumë si një këshill. Një prej pikave të formimit saktë të muslimanit, në këtë kohë është me rujt gjuhën të dashur vëllazër. Ndashin me sfidu vetën, kur të ulenin e për tavolina me shokë. Besani, mas shumë të që e ndjej vetën në siklet, kur dysane bëhan tavolinën tame. E para gibeti, përgojimin. Tha filani, boni filani, kështu fjesteke, që përmenan fillim në zoti mësma zëtë, për gjuna dhe e bombardan tjetërën. Kja para dhe dyta, kur të tjerët në tavolinë tame betohën dikën tjetër pos Allahut. Ashtë në ty tavolinë dhe thot, pasha qëtë ujë, pasha qëtë bukë. Këta e ndjej unë një sfit madhe për vete.
ndodhë që në moment s'mujmë i thonë, se e la me kry muhabetin, ama me sa mbajnë menu nuk ka rast që është betu dikush në dikën tjetër posë Allahot, e pa u që pi tavolinës që si akum së qaru, me të mirë. I thonë Allah, ma banë Allah, pare su betove në ujin, ose në dillin, ose nuk banë mu betu se Allahu Gjellëshanu i dhënohet se Zoti ka thonë veç në Allahin mu betu. Andaj, ta du të mirën, ma banë Allah, se dush mësë me dhonë, me kuptu se ti për në nëshmanë ata. Ma banë Allah, më vjen keq, Allah i le mësuni, mësu ngushta, po mësu betan në dikant tjetër. Pas taj ata zakonisht, adin ose të falendrojnë, ose arsyetojnë me diçka, po në shumicën e rasteve nuk të keq kuptojnë. Nuk të keq kuptojnë përderisa ti sillesh me një formë të arsyeshme, me një formë të hajrit. Prandaj, pra, gibetit, fjalët e këqija shumë janë të rëndësishme. E unë do t'ju kisha këshilluar që nëse s'mundeni, mas pari veten me përmirësu, mos me fol keq, me ruaj gjuhën. E dyta, nëse s'mundeni të tjerët me inal, në të bime kur flasin, s'mundin me inal, gjithmonë me të mirë, atër bëjani vetës një prej dy gjanave me praktiku, përderisa s'ke mujt me inal tjetërën, mos me bo gibet. Ose me dhonë sadak, ose me agjeru nesër. Sot s'ke mujt me inal dikën ka folën të vëllin tani ka bo gibet, nësa i rastësishve që përmenë dhe e këshillon ajo në sele tjetër, por e ke pa që ti s'ke mujt me inal dhe ke ngu ato gjësore, ka folë e për tjetër, e ka masakru, atër ti nesër agjeron, ose jep sadak, 10 euro. Edhe në këtë formë edukon vetën mos me bo gibet. Pa shalojnë, kur gjë nuk është me pi cigaren, se i dam i ban vetës, pak vjen era, prishën vamët, e dëmton të e pi cigaren tjetër në pa shalojnë, në tavër me bo gibet, është me 100 herë, 1000 herë ma rrezikshme se kjo. Bile gibeti është prej mëkateve të mëdha që me raste është mëkat më i madh se alkooli. Pashalojnë, ata kish marrë menje mu bo qaq burë, ti që falesh bashkë me mu, edhe mu ullë me një tavolinë, me një restorant edhe me pi një birë. Unë mendoj që se kështë bo. Atër pse bën gibetin? Pse bën gibetin? Kjo është mëkat i madh, edhe ai mëkat i madh. Por, pirja alkoolit, damin e këthen të vetja jote. Po mund është të shpia me shumë e rej grunë, me lëshu grunë. Mirë po ka rase, kur e pinë alkoholin, nuk pinhësh, edhe kur shkon shpesh shkon një qitë, normal, dhe më thonë, dami ke bo vetës, shëndetit edhe gjepit edhe gjëna. A me gibet, ti e ke shkatru tjetërin, ka mundësi që me fjallët e tua më ndiku dikush aty edhe me shku mi aboni dam edhe mi ndodhë ati një, diçka ma vonë, prej gibetit, prej përgojimit tanë. Nëse qështu i trajtojnë mëkatet e mëdhaja, që për neve shumë kalojnë lehtë prej gojës, atë do të ishme më të kujdesshëm. Edhe thash, shërojeni veten e juaj duke agjëru. S'po them detyrimisht nesër, po nëse ke ndodhur, ke bën gibet ose ka bën dikush, atë bëni borxh vetes me agjëru një ditë ose me dhënë një sadak. Spaku me ufshin, njëra me tjetrën. Pse jo? Edhe me bën doa për çat vllahun që është bën gibet në nejen tane, me bën doa sa të mundesh. Nuk du me zgjatë shkakur dhe i kohës që është ftoft. Pra, po përfundoj, një prej formimit, pikave të formimit saktë të muslimanit është me ruajt gjuhën e vetë. Unë mendoj që kemi sfidë. Ndoshta, sfida ma madhe deri tash në çdo derse që kena marrë është që kja. Është shumë sprovë. Gjithë jemi të goditur, ose direkt ose indirekt, ama mundohemi ta largojmë. Allahu ju forcoft, Allahu ju rujt, Allahu ju nderoft, walhamdulillahi rabbil alamin.